Kremlini ka përjashtuar mundësinë e një armëpushimi të përkohshëm për Krishtlindje në Ukrainë, duke argumentuar se një ndërprerje e shkurtër e luftimeve do t'i shërbente vetëm Kievit për t'u riorganizuar ushtarakisht. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se Moska synon paqe të qëndrueshme dhe jo zgjedhje të përkohshme dhe jo praktike. Sipas Peskovit, nëse pala Ukraina se synon vetëm asa të përkohshme dhe jo një zgjidhje përfundimtare, Rusia nuk do të marrë pjesë në këtë proces. Ai gjithashtu mohoi se ka pasur ndonjë telefonat të fundit mes Trumpit dhe presidentit rus Vladimir Putin, duke sqaruar se konflikti i fundit i raportuar mes tyre debaton me 16 tetor. Kjo deklaratë vjen pas pretendimeve se Trump se kishte komunikuar së fundmi me udhëheqësin rus. Në të njëjtën kohë, pas bisedimeve të zhvilluara në Berlin mes së dërguarve të Donald Trumpit dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, është raportuar një farë përparimi dhe negociata. Megjithatë, disa pika thelbësore mbeten ende të pasgjidhura. Ukraina ka siguruar garanci sigurie dhe aleatët e saj perëndimor me disa nga vendet kryesore europiane që kanë shprehur gatishmëri për të dërguar trupa në territorin e Ukrainës pas arritjes së një marrëveshjeje paqeje. Kjo perspektivë është kundërshtuar ashpër nga Moska. Zëvendës ministri i jashtëm rus deklaroi se Rusia nuk do të pranojë asnjë formë pranie të trupave të NATO-s në Ukrainë, pavarësisht nëse ato paraqiten si garanci sigurie apo si pjesë e një koalicioni ndërkombëtar. Ai gjithashtu përsëriti qëndrimin e pandryshuar të Moskës për territoret e pushtuara, duke theksuar se Rusia nuk do të bëjë asnjë kompromis të cilat e konsideron si pjesë e pandashme të saj. Megjithatë, pavarësisht toneve të ashpra, shfaqi një dozë optimizmi duke deklaruar se palët ndodhen në prag të arritjes së një zgjedhjeje diplomatike.